أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فلندرم الله جل جلاله i cili është Zoti i vetëm që meriton të falendrohet dhe lavdërohet, ai i cili është i vetmi Zot i vërtet, të cilit ja kushtojmë apo ja përkushtojmë adhurimin ton. Paqja, mëshira, begati dhe lavdatat e Zotit qofshin mbi të dërguarin e tij, mbi familjen dhe shokët e vet, dhe të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dersi sot titullohet Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kjo fjalë e cila ka kuptim të madh dhe është pjesë e besimit islam, është lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo e pejgamberëve në përgjithësi, të cilët e kanë bërë kur ju ka ndodhur ndonjë fatkeqësi ose kur kanë qenë në ndonjë rrezik, ku Allahu xhalla xhelalu përmes ti dhikri apo kësaj lutje edhe e ka lëshuar ndihmën, e ka dërguar ndihmën e vet te robët e tij. Fjala hasbunallahu wa ni'mal wakil shqip do të thonë na mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. Hasbunallah ose hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, numri njëjës hasbi Allahu wa ni'mal wakil, a hasbunallahu wa ni'mal wakil është shumë. Sido që tjetë e mbanin mend hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kjo lutje është pjesë e besimit, nuk është thjesht shqiptim goje, por është më shumë se sa kaq. Është pjesë e besimit, sidomos besimtarit kur i ndodh ndonjë fatkeqësi e caktuar, thash ai duhet ta thotë ta përsëris këtë. Transmeton shënon Imam Buhariu rahmetullahi alayh nga Abdullah ibn Abbasi, djali i Hoxhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an, ku thot se këtë lutje e ka thon Ibrahimi alayhi salam kur qafirat e kanë hudhur në zjarr. Po ashtu këtë lutje e ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur në luftën e Uhudit pas përfundimit betejës, qafirat kanë thon idh qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Në betejën e Uhudit do ta shpjegoj pak më vonë, më detajisht. Pra, kështu thot Ibn Abbasi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e vet e ka thonë mas betejës së Uhudit ku e kanë humbur këtë betejë, e ka thonë këtë lutje apo këtë fjalë. Ibrahimi alayhis salam kur e kanë hudhur në zjarr duke fluturu, kështu po thamon, duke u gjujt, se s'ka fluturu, po prej katapultit, duke udhëtu në ajër derisa para se me ranë zjarr, ka Xhibraili alayhis salam dhe i ka thonë eleke li haja apo fi haja, a ke nevojë për mua? Ibrahimi alayhis salam ka thonë amma leke fala, për ty s'kam nevojë, amma lillahi fanam, kurse për Allahun kam. Edhe ka thonë hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kam nevojë për Allahun, më mjafton Allahu sa ndihmës apo mbështetës i mirë që është ai. Kështu Allahu xhalla xhelaluhu në shikimin e parë, shiko, situata nuk duhet të vlerëson shikim të parë. Shikim të parë duket një situatë sa është humbje, humbje, hupe. Po duhet me këshir fundin. Se mund me dhënë dikush gol minutën e parë, ama në fund më bën 8-1, jo 8-2, 8-1, Shyrët fund rezultate. Prandaj Ibrahimin alayhis salam parimisht kur e kanë gjujt në zjarr, ata kanë qenë fitimtar, Qafirat kanë qenë fitimtar, se po e gjujnë në vendin më të keq, në azabin më të madh. As në rrafje jo, as në burg, s'po e gjujnë, po e gjujnë në zjarr, me kall. Kështu po dalin fitimtar në shikim të parë. Por mbështetja fuqishme në Allahun azza wa jalla këtij robi, te Allahu, dhe Allahu është betu se do ta ndihmojë çdo njeri që është bë zullum. Është betu, herët avon, që ka me ndihmu. Atëherë Allahu ka thonë këtë fjalë Ibrahimi alayhis salam, dhe Zoti xhalla xhelaluhu e ka lënë me shku deri në zjarr, nuk e ka nxjerr me thonë qafirat, ja, e nxurr Zoti azza wa jall për arsye apo jo Zoti, por dulaj me magjitë e veta, erdhën jo era, kapje, fluturoj, me pështellu, se të kishin kish me pa, të kishin kish me pa. Sikur se rasti disa njerëzve. I maltretojnë, i shtin, do shta dikun kus duhet masi, mos me thonë, ja, në kishin lanë me shtin në burg filani, kishe pa që kish me ba. Ose e tjeti, të kishar filani, ndarësëm te me filan hoxha, kështë ja kishe marrë ftyrën, pa i serdë.
Po Allahu e qënë ndarësëm, e qënë ndekje, e qënë burg, e qënë autobus, e qënë në stacion të autobusave, e qënë në aeroplan, me provu besimtarën, me i thonë tjerëve se që unë e bi deri këtu, ju së një bani kur gjë. Kështu që Ibrahimin a.s. e ka gjujtë Allahu, e ka lanë me shku deri në zjarë. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah pasaj ka thonë, si cekën surën Anbiya, i tham zjarit, na i tham zjarit, o zjarë, bëhu i ftoftë dhe shpëtimtar për Ibrahimin a.s. I ftoftë dhe shpëtimtar. Dhe ka shpëtu Ibrahim a.s. me përmendjen e kësaj fjale, me këtë lutje që ka bon. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi e humbi betejën e Uhudit, u qunë munafikët edhe thanë se ushtria e qafirave Mekasit janë përgadit për mi ju artasht Medine, mi ju shkatru, mi ju dëmtu, mi ju dërmu, mi ju mbyt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e vet, me imanin e fort, që kishin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kur i thanë atyre njerëzit, armiqtë ju janë grumbullu, mi ju mbyt, friksojuni prej tyre. Atyne pejgamberit pra dhe shokëve të tij, kjo fjalë që ky lajm i keq, i frikshëm, ja u rriti imanin. Nuk shihet imani yt të pi kafe dhe çaja të net në mëltore. Imani yt shihet në sprova. Kur Allahu xhalleshanu ta çon në sprovë, në vlad, në familje, në trupin ndan dikun, kur të mbështetesh, lutë Allahun azza xhall që mos na sprovoj, fillimisht askand ya Rabb. Ama çatu shihet imani. Fazadahum imana, ju shtu imanin. Wa qalu, edhe kanë thënë, çka kanë thënë këta njerëz? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu neve sa mbështetës i mirë që është ai. Janë mbështetë në Zotin. Edhe pejgamberi ka dhënë urdhër me dalë ushtria vetëm që ata që kanë qenë për herë të parë në betejë, që hupën para 2 orë, 3 orë betejën, të plagosur, të raskapitur, disa prej tyre i lidhnin për deve, se smushin me nejtë, tyrapi devës, se të lëdht, tyrapi devës, me nejtë në deve i kanë lidh kont, ja u kanë lidh, për me mujt me nejtë. Po vem edhe na, do munafika, veç për shikon herën e parë. Na kena me dalë, ja kena mu faru kret, ja kena me fitu. Kanë dalë muslimant, qafirat s'kanë ardhë, s'kanë guxu me ardhë. Këta kanë shku në fakt për me vdek. Sa shtu konë situata. Ata 1000, këta shumë pak. Edhe, jo 1000, ata nëse s'gaboj 3000 sa kanë qenë. Këta kanë qenë asë 700 jo, 70 dëvram, me qindrat plagosur, etj. Moralisht të dëmtum, por se ka fitoria e Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ka vazhdu Allahu në ajetin tjetër, pra 173-174 surës Ali Imran, fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl. Atyre ja undroi Allahu gjendën në një nimet të vetën edhe shumë mirësi. Nuk i kapi asnjë fatkeqësi, wattabu ridwanallah, e pasun kënaqësinë e Zotit, wallahu dhu fadlin azim. Vërtet Allahu është posëdues i gjitha mirësive, apo i mirësive më të mëdha. Allah është posëdues i mirësive më të mëdha. Në dorën e Zotit është çdo gjë. Çdo lloj mirësie është në dorën e Allahut azza wa jall. Këto raste kanë thënë këta njerëz, edhe Allahu i ka shpëtu, i ka ndihmuar me këtë fjalë. Mirë. Çka do të thonë kuptimi i kësaj fjale normal shkurtimisht? Nëse lexojmë në për librat e dietarëve që i kanë komentuar lutjet, dhikret. Kjo është pjesë e dhikrit, e lutjeve, në një frazë, një lutje që ja bëjmë Allahut azza wa jall, shohim shumë dobi për kësaj fjale. Fillimisht kjo fjalë ndahet në 2 pjesë. Hasbunallah, pjesa e parë, na mjafton Allahu, wa ni'mal wakeel, pjesa e dytë. Vërtet mbështetës i mirë është ai, kush i mbështetet atij u kry, s'ka nevojë më mbështet kërkuj tjetër. Se dikush i mbështetet parës, dikush i mbështetet e ka një shok, e ka një meke, ka babën, e ka ata, ka pushtetin, e ka emrin, e ka autoritetin, etj. Ama nëse i mbështetesh Allahut, Allahu është i gjallë i cili nuk vdes kurrë, Allahu është i fuqishëm i cili nuk i humb fuqia kurrë, Allahu është i pasur i cili nuk bëhet i varfër kurrë, Allahu është ai që kurrë nuk i mshilet asnjë dyrë, asnjë derë, nuk mund t'i mshilet asnjë derë. Nuk ka dryj që nuk e qel, nuk e than, nuk ka kod që Allah nuk e din. Gjitha kodet i din. Sa dush veni kode, pas vorda sen, Allah t'i than kret. Allahu xhelle xhelalu i than çdo gjë. Prandaj kjo është pjesa e dytë. Kjo lutje
pra përbohet prej dy pjesëve, është më madhështoria. Tregon fillimisht, nëse ti lutesh Allahut me këtë lutje, tregon se ti ki iman edhe ke ditë ku mu drejtu. Ke ditë ku mu drejtu. Tregon se në zemrën tënde ka besim të sakt, se nuk shkosh me ju lut për shembull filan tyrbës, filan varrit, filan njeriut, por i lutesh Allahu xhalla xhelaluhu. I lutesh Allahut pra din ku mu drejtu. Po ashtu prej kuptimeve të kësaj është se ti beson se Allahu është i fuqishëm mbi çdo gjë, që është normal pjesë e besimit. Ti beson se Allahu është ai që duhet më mbështet. Fatawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Allahu ka thënë, mbështetjuni Zotit nëse jeni besimtar. Që me këtë ajet kuranor, kur e themin e këtë fjalën hasbunallahu wa ni'mal wakil, na po besojmë se Allahu është mbështetësi më i mirë që duhet më mbështet. Pra, po vërtetojmë një pjesë të imanit, një pjesë besimit, se Allahut duhet më mbështet. Po vërtetojmë sipas fjalës së Allahut, mbështetjuni Allahut nëse jeni besimtar. Pra ai i cili mbështetet Zotit po jep me kuptu në mënyrë automatike se është besimtar. Se nuk mundet më mbështet ai i cili ka dyshime. Po dyshon dikush a ka zot as ka. Po dyshon dikush Allahu është më i fuqishëm ajo, ai nuk mundet më mbështet Zotit. Ai ka me gjetë gjitha format dhe mënyrat tjera me shpëtu për një fatkeqësie. Kur ti humba të forma, ai më nuk mbështetet në Zotin. A besimtari është ai i cili edhe nëse kret shkaqet janë kundër ti, ai e ka mbështetjen Allahun, prap nuk dyshon mbështetjen në Zotin. Edhe pse shkaqet janë kundër ti, i shes sebepet se do të humb 100%, po prap mbështetet Allahut. Që kjo musliman që duhet. Që kjo është musliman që duhet, sepse shkaqet i bën shkaktari, e shkaktari i çdo gjëje është Allahu. Allah është shkaktari i krijimit. Apo krijuesi, domethënë, se mos keq kuptohet shkaktar, se mundet më keq kuptu si ndërmjetësos, jo. Domethënë, Allahu i krijon sebepet, Allahu krijon të mirën, Allahu krijon të keqen, por i lën njerëzit me të llavit, dikush për mirë, dikush për keq, me kthyer gjithë secilën se çka po bën. Por në dorën e tij është çdo gjë. Pra, shkurtimisht, kjo është kuptimi i kësaj lutje, pra është një prej gradave më të larta, lutjeve më të mëdha, prej lutjeve që e bën vetëm ai i cili vërtet ka në zemrën e tij iman të fortë, mbështetje të fortë, e din se Allah është më i fuqishëm mbi çdo gjëje, edhe ai i cili nuk ka dyshim, edhe ai i cili e din adresën e saktë ku më u lut kur të jetë keq. Ku më u lut kur të mbetet keq. Ky është kuptimi, pra, shkurtimisht edhe kështu me pikat, me fjalë të shkurta i kësaj fjale madhështore të cilën e kanë përdorur krejt pejgambert kur kanë met në fatkeqësi, kur kanë met në zar. Për fatkeq, keq kuptimi i kësaj fjale ose mosnjohja e kësaj fjale zaventohet në fjalë të kufrit. Për shembull, dikush nuk e ka këtë ide të kësaj fjale, kur jetë keq i lutet tyrbës, i lutet varrit, o baba lep shtam. Ose dikush tjetër, o baba kukunone. Nonën e kanë varr, ai thotë o kukunone, atje tu ka shtëpia, ai s'po mund me dalë o kukunone pështam. Ky na e shohim, e shohim këtë fjalë si të vogël. Ama në fakt kjo është shirk. Ai nona i ka dek në varr, ka ky kamet aty në shtëpi, ka shtëpia, tash ky s'un po dal, o kukunone, o kukunone. Jo, ti duhet të thoni Allah. Nimam. Pra do të thonë keq kuptimi i kësaj ose mosnjohja kësaj fjale zaventohet në fjalë udhëbilat që janë të shirkut dhe të kufrit. Ose ai tjetër është në aeroplan, aeroplani është tura, ose është ju kanë prish koshnicat e autobusit, ose ku e diçka. Edhe tash ai mëse më thonë ja Allah nimam hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ose hasbunallahu wa ni'mal wakil, ai çotë thotë në fjalë, ose thjesht hub, vetina kuku veç bërtetë s'din çka më thon. Në çastet e fundit nuk din të banë çka me thonë, pse se jeta ati nuk ka qenë me besim, jeta ati ka qenë diçka apo dikun tjetër, jo në fjallën Allahut. Kur përdoret kjo fjalë, kjo lutje, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, kjo lutje përdoret në çdo fatkeqësi. Zakonisht kjo lutje nuk thuhet kur të vjen një lajm i mirë, po kur të vjen një lajm i keq, kur ndodh një fatkeqësi, një situatë e palakmueshme. Më dhanë një fatkeqësi, në vuajtje.
kur je të vujt diçka, një smundje, një diçka, në mundime, në pikëllim, në ndonjë pikëllim, një mërzi e madhe, të ka kap një mërzi e madhe, s'ki çka me bë, përsërit e këtë fjalë me 1000 herë. Me 1000 herë. S'po them me qindra, me 1000 herë. Po ashtu, kur je i pafuqishëm, e sheh se shkaqet e jashtme ta kanë hup betejën. S'ki ku më kap më sebeb tjetër. Atëherë fillan sebepi kryesor mbështetja. Se normal Allahu xhaleshanu na obligon me marr sebepet, ha? Edhe në smuje, kur jemi smut, edhe në mësim, edhe çdo kund tjetër, me marr sebepet. Për shembull, kur vozit makinë, me nejt gati makinës, koshnicat mi pas në rregull, jo masane me talshu koshnicat. Dhe masane thu hasbunallahu wa ni'mal wakil, koshnicat si kanë që 7 vjet. Kur? Para mi marr sebepet. Por se kur harxhohen sebepet, atëherë i mbështetesh Allahut xhalla xhelalu. Edhe pse nuk duhet me harru, edhe kur i ki sebepet, s'ban me harru Allahun. Me thonë hajtë se i kam koshnicat e mire. Jo, me thonë Allah i kam më nimu, se i kam këshyrë koshnicat, janë rregull. Pra gjithmonë me qenë mbështetur, por në mënyrë të veçantë, kur i humb, kur je i pafuqishëm, kur kemeti je i pafuqishëm, edhe shes se nuk ka kurfar sebepi që mundesh me i nimu vetës tane mu bë shkaktar me ta larguat pafuqi, në këtë rast e thu edhe shton këtë fjalë. Kur i shet gjana që janë të dal nga dora, ka raste kur Allahu xhaleshanu njerëzve ja ka marrë vlad një ka një. Për shembull, njëri prej tyre ndëgjojsha në një rast, si ja bëjnë fëmijë 18 vjet, po i paraqitet ku e di kancer apo çka, në gjak, kështu diçka, po i prishën rruzat e gjakut. Edhe po ja merr Zoti xhelle xhelalu, deri atëherë në atë mesion 6 ja kish marr. Edhe 2 i kish, njëri ju kish smut tjetri. 8 fëmijë ja kish, domani 7 i smut. Thoshta i baba vetëm këtë fjalë. Se s'ka ilaç, s'ka kurrë. Prandaj kur je i pafuqishëm, pikë tjetër, kur i humb shpresat nga çdo gjë tjetër. Po ashtu thuhet kjo fjalë, kur të bëhet një padrejtësi, edhe s'ki mundësi me marr hakun tanë, s'po tham hakmar, me marr hakun drejtën tane. Kur të shbo padrejtësi, kur të shbo zullum, Allahu ka garantuar se, përmenda më herët, çdo kujt që i bën zullum, Zoti ka m'ia marr hakin. Herët avon. Po ashtu, kur të tjerët, pala tjetër, ka shpif ndaj teje, të ka qit fajtor, pa kon fajtor, edhe ti s'ki tash mundësi me mbrojt veten. Ka thonë për ty diçka, ka thonë për ty për shembull, më ka vjedh filani. Edhe ka pru argumente të rëndshme, se ti je hajn, ka pru argumente të rëndshme. Ose ti je kështu e ti je ashtu. S'ka argumente kur gjan, po ka fuqinë, ka mundësinë, ka median, ka atë dhe shpif për ty. Tash ti, çka duhet me bë? Me shpeshtu çet fjalë, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu ta nxjerrë në shesh realitetin tanë dhe realitetin e palës tjetër. E çet shesh kush është rëndse. Më thonë, në këtë formë Allahu të pastron nga shpifjet që t'jen bë. Pra, sidomos kur të bëhet zullum, me shpeshtu këtë fjalë. Nuk është patjetër, ulemat kanë thonë, nuk ka patjetër kur të bëhet zullum diçka, kur dikush ta bën një padrejtësi. Nuk ka patjetër ti me u lut me një lutje, me tepru, mundesh me gabu. Shembull, aty të ka vjedh 1 kilogram patligjana, kështu pa marr shembull. Ti tash më shumë i thonë, e zot shkatërroje, merrja vlat, kallja shpinë, faraje. Kjo është lutje e teprume. Ha? Se ti po i hish në hak. Ai për 1 kilogram patligjana nuk bëhet gjithë kjo. Çka? Thu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu sa ndem, sa mbrojtës i mirë, që është ai sa mbështetës i mirë. Që ulemat kanë thonë me këtë lutje, Allahu ja jep hakin atij, ti pa e tepruar dua. Pa i bën ti zullum se ti ka mundësi thash e bën një ma shumë se çka duhet lutesh kundër ti. Se edhe kur i bën, kur ka bë dikush keq, duhet m'ia kthy me lutje në çat formë që për ata kur thuti hasbunallahu wa ni'mal wakil, ti e bën një lutje që Allahu masane din sa mi marr hak atij. Ha? Mos më bë zullum atij, mos më tepru atij, më marr sa ka nevojë. Prandaj edhe përdoret kjo fjalë, më mirë është përdoret kjo fjalë se sa të përdoren domethënë fjalë të cilat thash mund të teprohet. Sa i përket disa shembujve të ndihmës së Allahut në këtë lutje, përmendet se e kanë thonë edhe pejgambert, nuk e di saktësinë e këtyre rasteve, siç është Nuhi alayhis salam,
kur ka hyrë nanije, domethënë me fatkeqësinë, këtë dujon e ka marr uje, e pejgamber tjerë me radhë. Tham, ishte rasti Ibrahimit a.s. Po ashtu rasti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur Zoti azza wa jalla ka ndihmu në betejën e Uhudit. Po ashtu përmendet se Aishës radhiyallahu anha, munafiqët kur i shpifën se ka bën zina, Allah i na rujt për kësaj fjalët. Kinë se Aisha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nana muslimanëve, ka bën amoralitet. Kështu thanë munafikat. Aisha kur e ndëgjoi këtë fjalë çka tha? U mërzit edhe tha, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. Dhe Zoti xhalla xhelaluhu, ajo nuk e kishte bën plan, Aisha, se kishte bën plan se për pastrimin e saj ka me zbrit ajet kuranor. Kish mendu se ka me zbrit Allah, ka me jaqu pejgamberi Gjebrailin një hadith. Me një hadith me shujt punën. Ja, Zoti deshte që me ajet kuranor mu lexu ajet edhe pastërtia e saj në nder. Pastërtia e saj deri në kiamet. Mos mu harru me vdekjen e Aishës, me vdekjen e pejgamberit. Ja, me lexu njerëzit namaz deri në kiamet. Me boj ibadet njerëzit me pastërtinë e nderit saj, që është e ndashme, deri në kiamet. Mos me mujt kush mas saj me shpif deri në kiamet. Edhe tjetra, kush shpif kundër saj në moral, kush shpif për moralin e saj, më u konsideru qafer, sepse pe kundërshton ajetin kuranor. Pra qëre sa ndihmat ja dha Allahu. Dhe kush shpif mas vdekjes saj për nderin e saj radhiyallahu anha, do të digjet në xhehenem. Që sa nalt e ka ngritë Allah, pse? E ka thonë fjalën hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ja ka lënë Zotit këtë çështje në dorë. Zoti ja ka zgjidh që është mas mirë që edhe vetë me pasdash Aisha, mi thonë Allah azza xhel, unë po të pastroj ty për kësaj shpifje, ti çish po ki qef. S'kish ditë Aisha me lyp më mirë se që kaq. Sepse Allah është i gjithdijshëm, Aisha nuk ka qenë e gjithdijshme, asnjë njeri në botë nuk është i gjithdijshëm, pos krijuesit ton xhel xhelaluhu, Allahu të lartësuar. Transmetohet tek Imam Dhahabi radhiyallahu anhu, apo transmeton e shënon Imam Dhahabi në librin El-Kabair, librin e tij El-Kabair, këtë tregim. Thot, një njeri kishte dalë një ditë në rrugët e qytetit me një krah të këputur, krahun e këputur. Thot, del në rrugë edhe bërtet, o ju njerëz, nëse më shifni mua, nëse jeni të më pa mu, do më pa krah, atër ju lutem, ju këshilloj për i Zatë Zotit, mos bani zullum. Mos bani zullum. I thonë njerëzit në lidhen aty, po mirë mërë që ki ti që ka të bëj, kjo punë jote me padrejtësinë, me zullumin. Thot për ju të regaj. Thot, në kohë tame, në ditë mija kërë më kanë, kërë këmë pas pushtetin në dorë, ju më kanë dëmani në dims i madhë në qëtet aty njeri me pozit. Thot, këmë kalua për një lumi apo një liqeni aty, edhe këmë pa një fukarat të zonë peshk. Thot edhe kanë zonë një peshk këgjat madhë, këmë thonë bjema, se unë përdu më hangër. Thot më ka thonë jo, sta e pëse unë e në zona, edhe shkoj e shes në qytet këta, që ato pare i ruj fmit 2-3 dita një javë. Shmuj me të adhonë se riski jam është, unë e këmë zonë. Thot i bjema me të mirë ose jam të ta marrë me të keq. Edhe thot, jam shova edhe ja kapa peshkun me zarë. Thot, tu e cudhës, tu e bajt peshkun, thot, u shpova, ku e di janë dham peshku ta kua, nuk e di, apo në të hekurin, thot, u shpova në gisht, ta i peshku. Edhe filloj, thot, me më dhimë të gishti. Shkova të mjeku, më tha mjeku, kjo smundje mund të vazhdoj, dhimbje, nuk ka ilaq vetëse me ta këput gishtin. Thot, edhe pranova me këput. Thot, po pastaj, prap më kaloj në dorë, nuk më nalë. Vazhdoj, thot, deri sa këputa dhe dorën, që me i ra shkurt. Thot, vazhdoj dhimbja, deri sa këputa krahën dhe i këto. Vazhdoj dhimbja, deri sa këputa krahën dhe këto, edhe më tha mjeku, nuk ka, prap thot, kisha dhimbja në trup. Thot, nuk ka ilaç veç këshyre vetën se ke bon diçka që Allah është të hakmarë. Thot, pasi analizova i thash, mendoj se njonit ja ku marrë kështu një peshk, me dhunë, me zërë, ka mundësi që lutja ti, duajt e tia, Allah është të më dënu, për shkak duave tia. Thot, gjaje shpejt edhe bënja dyqysh lypja halalën se nuk i ki punë të mirë. Mirë, thot e lypa ka mos në për qytet, dikur e gjeta. Thot një njeri fukara,
Ten s'kaj. Thot se kum pa kum shku te komtetia edhe jam ul në 2 gojt, edhe kum fillu mi aputh komt. Ç'ta vjen Allah punën. Njeri bishë plak masë ne aputh ish komt. Edhe tu i thon o zotnia jam. Pash zotin falem. Thot ajo habeste. Kush je mërtes jam të njofte? Ka harru njeri. Ka gajle tjera, pse ti je të vujt. Ati Allah ja ka zavendësu me gjana tjera, ka pshtuaj, ka ecë përpara. Ti ke met me atë problem. Peshkut hala. Thot, s'jam të njoft. Thot, as po më qërëm mirë, thot, s'po të një. Plus kuj pa dorë, dhe më thonë atë rëkon me dorë, se i ka ra me qatë dorë ati shuplak. Gjënajt, fukara, se ka mujt. Thot, një në filoni që ta ku marrë peshku në kështu me zërë. Au, thot, popën kujtot. Thot, qërë Allahu më ka sprovu, jam i bindun se për qatë zullum që ta ku mba, kretë që kem kardë, është të shku smundja, s'ponale, dhe më thonë desa të merë kretë. Thot, ku marrë me ta pagu peshkun sa duhet, edhe thot, me ma bo halal. Thot, me paguaj nuk ka nevoj, thot, me ta bo halal ta baj. Halal për ta baj peqe tash. Thot, a ka mundësi me më kazu, kur ke shku të shpia, qa ke bo? Thot, si kum shku të shpia, thot, i mërzitëshëm, fëmijëve s'kum pa që kam ju dhonë, thot, kum thonë fjallën, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Mjafton Allahu, sa më shtetës i mirë ashtaj. Thot, prej qatë ditëshit, masoni kum vazhdu jetën normal, kurse qëre ty qatë ka bo vahi. Normal, pasaj kë njeri ju ka nalë dhimbja, thot, si ma ka bo Allah, thot, ma mu ka nalë dhimbja dhe nuk kam kur far dhimbja, po thot, ma nuk jam punë sen, kështu njeri i thjesht. Khalid ibn Barmak, një prej udhëhecave, prisave, pas ka qanë zullumqar. Edhe bashk, aj me djalin e vetë, zullumqar. Në shtet, ban zullum ati, rek tam, mëta tam, maltreta tjetërën, vjedh, një qëmi sana. I vjen dita, e zotja bjen punën që ashtu me hinë burg, bashk me djalin e vetë. Këti udhëheci. I thot djali, o bab, qfar krenarie kishme, qfar pushteti kishme, qësh nërë dita më nënçmu, plus në burg me hi. Ky ma i meqen, baba, thot, e mërë birë. E di, thot, qka, thot, ha? Thot, atëherë kur na imi knaq, të i mundu njerëzit të i maltretu, ata, thot, nuk kanë haru natën me bani dua. Fjallën, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, thot, qajën e ka zonë. Qajën e ka zonë, thot, që ku kemi arë, ku jemi. Thot, kështu më suqët dhe të heqë. Se duaja aty në kanë zonë. Edhe një tregim, po e tregajt fundit, normal që më së të praj me tregime. Përmendet me emra e personi për vetën e vetë që e tregon, po s'po du me e cek me emra, normal, është muslimani botës islame, nuk është shqiptar. Thot, i komar njonit bërgj 200.000 rial, që i berë 40.000 euro, në Arabi Saudite. Po thot, a i ka pas besim të unë, këj njeri du më dhonë biznismen e senë, thot, ka pas besim sa nuk ka shkru, nuk ka bo kontrat, nuk ka bo dëshmitar, s'ka pas as gja. Thot, kur ka arë puna me a këthy ma sa kohë, ka arë me mi lyp paret, thot i këmë thonë, a je normal të jonë, s'të këmë marë ty pare, mos raj, mos më shpef, dhe martimi ke marë 200.000 rial, thot, mos të këmë marë, a ki argument, a ki dëshmitar, a ki me shkrim dhe qka, thot jo, thot, hez burë shka të shpija, i që më qafe, thot, njëri, shkaj në shpe, thot, para se me dalë, më tha, hasbun Allahu wa ni'mal wakil, ma tha që të fjallë, thot, edhe dull. Thot, nuk ka shku asë një muj, në biznis, thot, i kumë hubë gjusë milion rial. Dhe më thonë, edhe 2 herë gjusë ma tepër, se sa që ka i ka marë ati. Thot, kër më ka ndodhë kjo, më ka thonë gruja, o burë, shko jepja hakin, se thot, gruja e dinë të që e kumë marë, jepja hakin se Allah ka me nësë provu ma shumë. Thot, i kumë thonë, hiq më qafe, kjo rasisht ka ndodhë, në biznis edhe hupi shatë fitan. Thot, mas disa kohë, thot, 3 djemët e ti të shkun dikun me makinë, kanë bon ndeshë e kanë vdek të 3 me venë. Thot, më kamet tash edhe një djali vogël 7 vjeç, edhe gruja, thot, nga friga që mund më godas në do një fatkeci,
tjetër në familje, thot jem bind kur kanë vdek 3 djemt më njëherë, thot jem bind se duaja ti, thot kum shkuj kum lyp halal edhe ja kum kthy paret. Por ky, harova të përmendin fillim, kur ka dëshmuar njëri që ti mi ke marrë 200.000 rial, ky e ka marrë një dëshmitar të rënshëm. Një dëshmitar të rënshëm që do të thonë nuk është e vërtetë se ty të ka marrë, ka dëshmuar kundër atij të ngratit që ka dhënë parë. Ka dëshmuar pro këtij zullumçare. Mas 3 vjetë edhe atij i ka ndodhur një fatkeqësi, diçka nuk e majta në mend mirë se çka ishte në trupin e tij apo në pasuninë e tij, edhe atij mas 3 vjetë i ka ndodhur domethënë një fatkeqësi, pra Allahu xhalla xhelaluhu nuk haran. Edhe kush ja lën Zotit në dorë, Allahu ja kthen. Edhe Allahu i kundër përgjigjet zullumçarit. Ja merr hakun atij që është bë pa drejtësi. Me këtë fjalë, prandaj neve themi se në jetën e përditshme nuk është veç kur të ndodh një fatkeqësi. Gjithmonë duhet me e thonë këtë lutje. Hasbunallah është numri shumës. Na mjafton Allahu neve sa mbështetës i mirë është ai, ose hasbi Allahu wa ni'mal wakil, më mjafton Allahu për njëjës. Si do ose ata ose këta nuk është problem. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, duhet ta thot besimtari me 10 dhe me 100 herë, edhe ta bëjnë një pjesë, editori një plan program të vetin se sa herë me e thonë ato 10 herë, 20, 50, 100, 1000 e më radh. Ajo nuk është veç kur ndodh një fatkeqësi, por gjithmonë me pas atë bindjen, besimin se Allah është ai i cili të ndihmon, askush tjetër. Askush tjetër jo, po marr parasysh, a janë sebepet në favorin tan apo janë kundër, në disfavorin tan, pra kundër teje. Prandaj unë këshilloj veten edhe ju këshilloj edhe ju edhe gjithë besimtarët kudo që janë, që ta shpeshtojmë këtë fjalë, ta shpeshtojmë këtë lutje, ta shpeshtojmë këtë dua të pejgamberëve dhe të muslimanëve të devotshëm që Allahu i ka ndihmuar përmes kësaj duaje ata njerëz të devotshëm. Lut Allahun që na largoj sprovat, na largoj telashet në jetën tonë dhe të na bëjë për atyre të cilët do të jetojmë të lumtur në këtë botë, të na merr shpirtin me iman dhe të na mundsoj me rahmetin e tij të shpërblehemi me xhenetin e Allahut azza wa jall dhe të jetojmë edhe atje të lumtur së bashku me familjarët tanë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.